Të nderuar shikues, ju përshëndes. Do të jemi së bashku në minutat e ditarit informativ, ku ndër të tjera do të ndiqni. Këshilli Bashkiak i Gjirokastrës zhvilloi sot mbledhjen e radhës ku në rend të ditës u shqyrtuan dy projekt vendime të rëndësishme. I pari lidhet me miratimin e raportit të monitorimit të planit vendor të veprimit për barazinë gjinore, ndërkohë që projekt vendimi i dytë parashikon krijimin e një grupi mbështetës zjarfikës me kontratë të përkohshme, me qëllim forcimin e kapaciteteve për mbrojtjen nga zjarri dhe shpëtimi. Eventi Skydiving Albania rikthehet sërish në Gjirokastër duke sjell adrenalin mbi qytetin e gurtë. Parashutistë vendas dhe të huaj do të fluturojnë për 3 ditë radhazi duke ofruar spektakël ajror dhe pamje mbreslënëse në qytetin e trashëgimisë botërore dhe më të bukur historik të Shqipërisë. Prej vitesh merret me poezi, duke i përmbledhur ato në 3 botime. Këtë herë studentja e Universitetit e Qerem Çabej, Paola Muçodemi, ka kaluar te bota e fëmijëve me librin Ngjyrat e stimëve, i cili u promovua me pjesëmarrjen e studentëve dhe të pedagogëve. Promovimi u organizua nga Njësia Baze e Metodologjisë së Mësimdhënies dhe Njësia Baze e Gjuhës Shqip dhe Letërsisë. Promovohet nëpërmjet monografia Nuri Dragoj e autorit Gëzim Voda, kushtuar studiuesit dhe historianit të njohur nga Dëshnica. Aktiviteti mblodhi personalitete të kulturës dhe përfaqësues vendor, të cilët vlerësuan kontributin e Dragojt në historinë dhe publicistikën shqiptare. Ju njohim tani më gjërësisht. Këshilli Bashkiak i Gjirokastrës zhvilloi sot mbledhjen e radhës, ku në rend të ditës u shqyrtuan 2 projekt vendime të rëndësishme. I pari lidhet me miratimin e raportit të monitorimit të planit vendor të veprimit për barazinë gjinore, ndërkohë që projekt vendimi i dytë parashikon krijimin e një grupi mbështetës zjarfikës me kontratë të përkohshme, me qëllim forcimin e kapaciteteve për mbrojtjen nga zjarri dhe shpëtimi në territorin e bashkisë gjatë stinës së verës. Këshilli Bashkiak i Gjirokastrës zhvilloi mbledhjen e radhës ku në qendër të diskutimeve ishin çështjet sociale dhe ekonomike që prekin qytetarët. Ndër pikat kryesore të rendit të ditës ishin miratimi i ndihmës ekonomike për muajin prill për familjet në nevojë, ashtu dhe fondi përdorimit të kushtëzuar e të tjerë. Gjatë mbledhjes u diskutua edhe nisma për krijimin e një grupi mbështetës në shërbimin zjarfikës. I pranishëm në mbledhjen e zhvilluar, kryetari i Bashkisë Gjirokastër, Flamur Golemi, bëri me dije një sër vendimesh të rëndësishme si për qytetin ashtu edhe për zonat rurale. Për të bërë disa ndërhyrje emergjente, dhe nëse do shohim gjithë fondit, i duket 30 milion lekë të reja, 300 milion lekë, do t'i kalojë shërbime publike. Do t'i kalojë shërbime publike me mbështetje financiare, qoftë me materiale ndërtimi, qoftë me pajisje, kanë kërkuar një kamion dhe shkarpus në mënyrë emergjente, me kosha, me stola, ndryqim dhe gjithë pjesat e të. Ne kemi një emergjencë me një kanal vaditës në fshatin në kotrën e Çepunës. Aty kemi një rëshkitje masive dhe duhet bëjmë një ndryshim që një 10 milion lekë, pra 1 milion lekë dhe 1 milion lekë të reja, 10 milion lekë të vjetra. Përse ndryqimin në qendër dhe po investojmë në Kordos, ka ndryqim rrugë, ta mbaroj. Jemi në proces. Sa përkthehemi nga kthesa, rruga kryesore për Bajt Lazara me 35 ndriçues. Jemi në bashkëpunim me Jo vetëm ndriçues. Mbledhja mbyll me miratimin e pikave kryesore të rendit të ditës, ndërsa vendimet e marra pritet të ndikojnë drejt për drejt në trajtimin e çështjeve sociale dhe ekonomike të banorëve të Gjirokastrës, duke adresuar një pjesë të nevojave të komunitetit vendas. Eventi Skydiving Albania rikthehet sërish në Gjirokastër duke sjell adrenalin mbi qytetin e gurtë. Parashutistë vendas dhe të huaj do të fluturojnë për 3 ditë radhazi, duke ofruar spektakël ajror dhe pamje mbreslënëse mbi qytetin e trashëgimisë botërore dhe më të bukur historik të Shqipërisë.
Për 3 ditë me radhë, qielli mbi Gjirokastër do të jetë plot ngjyra nga aktivitete që do të përfshin parashutizmin dhe avioturizmin. Turistë shumë të vendas, por edhe të huaj apo vetë banorët e Gjirokastrës do ta shijojnë këtë aktivitet i cili ndikon së tepërmi edhe për promovimin e Gjirokastrës jashtë vendit. Nga ana tjetër, pilotët italianë të cilët kanë zgjedhur të fluturojnë mbi Gjirokastër shprehen se kanë zgjedhur pikërisht qytetin e gurt për vetë pamjen magjepse që ju ofron. Jemi nga shoqata e parashutizmit të Italisë. Janë rreth 40 parashutistë bashkë me asistentët e tyre. Është hera e 8 që vim në Shqipëri dhe zgjodhëm Gjirokastrën sepse është një qytet shumë ikpritës dhe të ofron një pamje magnitëse nga ajri. Vengo dall'Italia, Calabria. Vi nga Italia, nga Kalabria. Këtu për mua është hera e 3. Më pëlqen shumë ikpritja e banorëve, është e mrekullueshme, ndërsa zona është mjaft e përshtatshme për aktivitetin tonë. Shpresoj të vim përsëri, pasi ky qytet të ofron një pamje të mrekullueshme nga ajri. Spero di. Nga ana tjetër, kapiteni Miltiadis Kocageridis u shpreh se këto organizime janë me rëndësi për aviacionin e përgjithshëm, turizmin dhe aktivitetet sportive ajrore mes dy vendeve. Today is an exception day. Sot është një ditë e jashtëzakonshme dhe Autoriteti i Aviacionit Civil të Shqipërisë bëri shumë përpjekje për të hapur përsëri fushën ajrore të Gjirokastrës për fluturime ndërkombëtare dhe duke pritur sot grupin e shoqatës së parashutistëve të Italisë me planin e tyre. Dhe nesër presim të mbërrijnë 2 aeroplan të tjerë, një nga Greqia dhe një nga Italia. Po përfshihemi të gjithë në këtë aktivitet sportiv ajror dhe urojmë më të mirën për zhvillimin e sporteve ajrore në përgjithësi dhe veçanërisht aviacionin e përgjithshëm në Gjirokastër. Kjo është shumë premtuese për aviacionin e përgjithshëm, turizmin edhe për aktivitetet sportive ajrore. The best for the development of Eventi Skydiving Albania do të ofrojë spektakël ajror dhe pamje mbreslënëse mbi qytetin e trashëgimisë botërore dhe më të bukur historik të Shqipërisë. Në kuadër të javës botërore të imunizimit, ekspertët e shëndetësisë rikujtojnë se vaksinimi është mënyra më e sigurt për të mbrojtur popullatën nga sëmundjet infektive. Mesazhi kryesor i kësaj jave nga Bluzat e Bardha është vaksinimi si mundësia më e mirë për një shoqëri të shëndetshme. Në përfundim të javës botërore të imunizimit, profesionistët e shëndetit në vend përsërisin apelin e tyre të fortë për vaksinim të çdo grup moshe, duke theksuar se kjo mbetet mënyra më e sigurt për të mbrojtur veten dhe komunitetin. Ministria e Shëndetësisë e Mirëqenies Sociale publikoi sot mesazhet e 2 specialistëve kryesor të fushës së sëmundjeve infektive, Silva Bino dhe Najada Çomo, të cilat nënvizojnë rëndësinë e vazhdueshme të vaksinimit në mbrojtjen e shoqërisë. Drejtoresha e Departamentit të Sëmundjeve Infektive në ISHP, Silva Bino, theksoi se vaksinat e përdorura në Shqipëri i nështrojnë një procesi të repvlerësimi, duke nisur që nga përzgjedhja e llojit të vaksinës që futet në kalendarin kombëtar e deri tek analizimi të dhënave të sigurisë dhe efikasitetit të saj. Vaksinat në Shqipëri janë të sigurta dhe i nënshtrojnë një procesi të vlerësimit të sigurisë dhe efikasitetit të tyre. Dhe ky është një proces tepër i rëndësishëm, i cili fillon me përzgjedhjen e llojit të vaksinës, e cila futet në kalendarin e vaksinimit dhe më pas me vlerësimin e të dhënave për efikasitetin dhe sigurinë e vaksinës. Efikasiteti i një vaksine varet nga lloji i virusit, të cilin apo shkaktarit që ajo parandalon, dhe efikasiteti i saj varion. Disa vaksina mbrojnë plotësisht ndaj sëmundjes. Një kriter tjetër është pranueshmëria e vaksinave. Pranueshmëria nga prindrit, informimi i prindërve, pranueshmëria nga shoqatat e profesionistëve në Shqipëri dhe natyrisht pranueshmëria nga shoqatat profesioniste në të gjithë botën.
Pra, është shumë e rëndësishme që një vaksinë të jetë sigurt, efikase, po edhe të njihet efektiviteti i saj dhe rëndësia e saj nga mjekët edhe nga prindrit. Nga ana tjetër, shefja e Spitalit Infektiv në Tiranë, Ajada Çomo, rikujtoi se shumica e sëmundjeve infektive janë të parandalueshme përmes vaksinimit. Ajo theksoi se krahas masave mbrojtëse, imunizimi mbetet arma më e fortë e mjekësisë moderne në luftën ndaj patologjive të rrezikshme. Sëmundjet infektive, pjesa më e madhe e tyre janë të mundura për të parandaluar. Dhe parandalimi më i madh në një sëmundje është përveç masave mbrojtëse, është procesi i vaksinimit. Jo të gjitha sëmundjet infektive e kanë të mundur procesin e vaksinimit, por në këtë javë të vaksinimit që jemi, sëmundja e fruthit, sëmundja e meningitit, sëmundja e variçelës, sëmundja e gripit, ose shumë sëmundje tjera infektive, e kanë të mundur për të parandaluar kur ti e bën të mundur procesin e vaksinimit. Mos harroni që vaksina fillon që në të poshtë sa lindurit derisa personi ka jetën. Ndaj një gjë kam kërkesë për juve që për ato sëmundje që janë të parandalueshme dhe që nuk kanë riskje për nënën apo për fëmijën, nxitoni për të vaksinuar. Në mbyllje të javës botërore të imunizimit, mesazhi i përbashkët i autoriteteve shëndetësore është i qartë: vaksinimi është investimi më i sigurt për shëndetin individual dhe kolektiv, duke mbrojtur sot dhe duke siguruar një të ardhme më të shëndetshme për të gjithë. Përmeti po përjeton një rritje të ndjeshme të vizitorëve duke u kthyer në një nga destinacionet më të kërkuara në jug të vendit. Përveç natyrës, mikpritjes e të tjerë, gjithnjë më shumë turistë po zgjedhin të vizitojnë muzeun e qytetit, i cili është kthyer në një nga pikat më të frekuentuara. Muzeu i Përmetit mbetet një aset i rëndësishëm në forcimin e ofertës turistike dhe edukimin kulturor. Përmeti nuk është vetëm një destinacion për të shijuar për natyrën e tij. Qyteti po tërheq gjithnjë më shumë vizitor edhe për vlerat kulturore, ku një nga pikat më të frekuentuara është muzeu i qytetit. Interesi për të po rritet nga dita në ditë, duke e kthyer në një nga ndalesat më të rëndësishëm për çdo që viziton këtë zonë. Krahasuar me vitin e kaluar, ka patur një rritje konkretisht me 50% në krahasim me vitin e kaluar. Pra interesi normalisht ka qenë më i lartë. Interesi për vizitën e muzeut ka qenë tepër i lartë. Konkretisht një kontribut të rëndësishëm në pavionin arkeologjik ka dhënë Ardit Miti dhe Egla Serani. Ata i kanë emërtuar objektet arkeologjike sipas skedave përkatëse dhe konkretisht këto i përkasin periudhës 1970-1980. Ajo thekson se interesi nuk vjen vetëm nga turistë huaj, por edhe nga veç shqiptarët, ndërsa pjesë e rëndësishme e vizitorëve janë nxënësit e shkollave, të cilët e vizitojnë muzeun në kuadër të aktiviteteve edukative. Përsa i përket shkollave, janë të interesuara sipas edhe programeve mësimore që ata bëjnë. Nëse marrim rastin e 28-29 nëntorit, atëherë në këtë periudhë vizitohet pavioni i luftës. Atje ka gjëra mjaft interesante, përsa i përket rreth historikut të partizanëve që kanë çuar edhe në çlirimin e vendit dhe konkretisht atë të Përmetit. Muzeu i Përmetit mbetet kështu një nga asetet kryesore kulturore të qytetit, duke kontribuar në pasurimin e ofertës turistike dhe në edukimin e brezave të rinj. Ministria e Mjedisit dhe Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura kanë lançuar programin Shtigje të Pastra, Pyet të Mbrojtura, që synon pastrimin, mbrojtjen dhe mirëmbajtjen e shtigjeve turistike në të gjithë Shqipërinë. Ministri Sofian Jaupaj theksoi se nisma kërkon angazhim të gjerë qytetar, pasi specialistët e zonave të mbrojtura nuk mjaftojnë për të garantuar ruajtjen e natyrës. Në program po përfshihen edhe nxënësit të cilët kontribojnë përmes aktiviteteve edukative dhe pasuese. Kjo fushat synon të krijojë një kulturë bashkëpunimi dhe përgjegjësie, ndërsa rritja e turizmit natyror bën edhe më të domosdoshme mbrojtjen e shtigjeve dhe pyjeve. Ndjekim videon promovuese. A e dini sa pak mjafton për të ndezur një zjarr? Ashkla, degtata, mbetje të padukshme. Nëse i pastrojmë sot, shpëtojmë një pyll nesër.
Dita e balonave është një festë argëtuese që zhvillohet në disa vende për të sjellë zhvillim, gëzim, kreativiteti tek fëmijët. Vogëlushët e kopshteve në Gjirokastër i quan sot balonat nga fusha e vjetër e sportit, ku kaluan çaste argëtuese në shoqërinë edhe të prindërve. U organizua sot në Gjirokastër dita e balonave. Fusha e vjetër e sportit mlodhi vogëlushët e 6 kopshteve, ku kaluan momente argëtuese në tingujt e muzikës, ndërsa me ngjyrat shumëngjyrshe të balonave dhe tullumbaceve qiellit i thyen kaltërsinë e tij. Mora një tullumbace dhe hoza, unë nuk u nja shumë. Nuk hova tullumbace edhe hova për shpejt e shpejt. Unë hova tullumbace time edhe u kunajta shumë. Dishqa në tullumbace. Mendove një dëshirë? Po, argëtova shumë. Hajtë, dëshuam tullumbace. Kësaj atmosfere mbreslënse ju bashkuan edhe prindërit. Ne prioriteti japim fëmijëve dhe jemi shumë të kënaqur me këto aktivitete, të bëhen gjithmonë këto. Fëmijët mezi e presin këtë ditë, është shumë ditë e gëzuar dhe e lumtur për fëmijët. Ata shprehin dhe dëshirat e tyre dhe me këtë hedhin tullumbaset lart në qiell i fluturojnë. Fëmijët sot i kanë qenë një gëzim të veçantë, sepse sot ne po ngrejmë balonat dhe fëmijët vërtet po luajnë me atë çka kanë marrë me vete me prinit e tyre për ditën e balonave. Dita e balonave është një festë argëtuese që zhvillohet në disa vende të botës për të sjellë gëzim dhe kreativitet tek fëmijët. Fëmijët krijojnë dhe lëshojnë balona me ngjyra në qiell duke simbolizuar ëndrat, lirinë dhe imagjinatën e tyre. Aktiviteti ndihmon edhe në zhvillimin e aftësive motorike dhe koordinimit të fëmijët, duke ofruar një shkëputje nga teknologjia dhe argëtim në natyrë. Prej vitesh merret me poezi, duke i përmbledhur ato në 3 botime. Këtë herë, studentja e Universitetit e Qerem Çabej, Paola Muçodemi, ka kaluar te bota e fëmijëve me librin Ngjyrat e stimëve, i cili u promovua me pjesëmarrjen e studentëve dhe pedagogëve. Promovimi u organizua nga Njësia Bazë e Metodologjisë së Mësimdhënies dhe Metodologjia Bazë e Gjuhës Shqipe dhe Letërsisë, si dhe në bashkëpunim me Zyrën e Këshillimit dhe Karrierës. Ngjyra e stimëve, libri për fëmijë autores Paola Muçodemi, studente e Universitetit e Qerem Çabej, ishte në fokus të një aktiviteti kushtuar librit dhe leximit. Në të ajo sjell 70 vjersha duke prekur një gamë të gjerë temash nga bota e fëmijëve. Ky botim vjen pas 3 titujve të tjerë me poezi. Përditshmëria ime me fëmijët, mënyra e pastër se si ata shohin botën, pyetjet e përditshme, më shtyn akoma dhe më tepër sepse fëmijët janë si lule në një kopësht të brisht dhe përpos tyre unë jam edhe nënë e 2 vajzave të vogla. Edhe kjo gjë më ka frymëzuar akoma edhe më shumë, sepse fëmijët kanë nevojë për fjalë të bukura që të rriten me dashuri. Libri im ka 71 vjersha për fëmijë, i allokuar të gjitha temat, duke përfshirë të gjitha festat që kemi në rang vjetor, stinët, sepse libri titullohet Ngjyrat e stinëve. Janë përfshirë stinët, kafshët, insektet, gjithçka që vendos në punë imagjinatën e fëmijëve. Letërsia për fëmijë është pjesë e identitetit kombëtar dhe edukimit. Në fakt në Shqipëri është pak e varfër dhe ky boshllëk e rrit akoma edhe më shumë përgjegjësinë për brezat e rinj të sjellin frymë të re, të sjellin projekte të reja, që ta mbushin sadopak boshllëket dhe të rrisin fantazinë e fëmijëve. Natyrisht dhe ky libër im i parë është një përpjekje e vogël për të mbushur këtë boshllëk duke u sjell fëmijëve vjersha të thjeshta, të cilat ata i ndjejnë të tyret. Ky promovim synoi të nxjisë dashurinë për leximin që në moshë të hershme, si dhe të krijojë një hapësirë bashkëbisedimi dhe shkëmbimi idesh ndërmjet studentëve, pedagogëve dhe të pranishmëve, duke vlerësuar njëkohësisht krijimtarinë letrare të të rinjve. Takimi u zhvillua në nudhëheqjen e profesores së asecuar Merita Gjokutaj, e cila është marrë edhe me redaktimin e librit dhe drejtimi i aktivitetit nga Dr. Haralamp Margariti. Gjatë leximit që i bëra vëllimit poetik, e vendosa veten në pozicione të ndryshme. Fëmijë, prind, mësimdhënës, studiuesi letërsisë për fëmijë e të tjera. Midis shumë elementeve, do të veçoja disa. Së pari, poezitë e vëllimit Ngjyrat e stimëve vizatojnë portrete vogëlushësh, ëndra dhe botën e tyre shpirtërore, marrëdhëniet me shkollën dhe prindrit, mësuesit dhe natyrën e mrekullueshme.
Autoria mundohet të gjejë motive interesante, të pasura jetësore me një botë të thellë shpirtërore dhe artistike. Synon të zgjerojë imagjinatën e fëmijëve me përfytyrime të bukura. Kjo botë, me larmik fëminore, është kapur me finesë nga autoria dhe është dhënë përmes një ligjerimi të shkapur dhe emocional. Në mes tonë kemi një poete, le ta quajmë kështu, një shkrimtare e cila nuk e ka botimin e parë, e ka të disaj dhe në shpesherë, po, i kemi thënë që do ta bëjmë një promocion, dhe quhet Paola Muchodemi. Po ta ndjekesh me kujdes, shikosh mënyrat dhe tematikat ja trajtojnë nga më të ndryshmet. Gjëja që është më kryesore është sepse ajo këtë radhë na ka prur një poezi fëmijësh, dhe kjo është më e bukur, pra vjesha fëmijësh. Dhe gjëja që na kujton më bukur është vjesha e fëmijës, është një vjeshtë të cilën ne kemi e nderojmë sepse na mungon shpesh, gjithnjë më shpesh. Me ikën e profesor Tasimit dhe të tjerë, kështu që shpesh i them Paola ti ke bërë gjën më të mirë sepse sot po na vjen me një risi të re. Dhe po ta shikosh është shumë sociale në mënyrën e konceptimit të saj, mënyrën se si i trajton gjërat, mundohet që fëmijët t'i kthejë përsëri tek libri. Domethënë të heqin dorë nga mjetet të cilat sot janë futur përditëm shumë celulare etj. Dhe kjo është pjesë e saj. Promovimi i këtij libri solli jo vetëm vlerësimin për krijimtarinë e një autoreje të re, por edhe mbështetjen për talentin dhe zërin letrar që lind brenda vet universitetit. Ende vjetën shumë mirë, me të drejtën, kur janë mes atyre studente që na japin kënaqësinë e jashtëzakonshme, që promovojnë vetën e tyre, vlerat e tyre, por mbi të gjitha edhe vlerat e institucionit. Dhe tek mua dhe tek stafi im akademik, të gjithë juve do të keni një mbështetje të jashtëzakonshme për çdo lloj iniciativë, jo më kurrë vetvana për krijimtari artistike. Natyrisht ka qenë me një përvojë jetësore jo kaq të gjatë më falni, por megjithatë vjen paralexuese me vepra të tilla, të cilat i sjellin lexuesit të gjitha të energji rinore të kësaj krijuese. Unë uroj suksese të jashtëzakonshme në punën e saj krijuese edhe në të ardhmen. Promovimi u organizua nga Njësia Bazë e Metodologjisë së Mësimdhënies dhe Njësia Bazë e Gjuhës Shqipe dhe Letërsisë në bashkëpunim me Zyrën e Këshillimit të Karrierës dhe Alumnit. Promovohet në përmet monografia Nuri Dragoj e autorit Gëzim Voda, kushtuar studiuesit dhe historianit të njohur nga Dëshnica. Aktiviteti mblodhi personalitetet e kulturës dhe përfaqësues vendor, të cilët vlerësuan kontributin e Dragojit në historinë dhe publicistikën shqiptare. Në qytetin e Përmetit është promovuar libri Nuri Dragoj, Nuri Dëshnicës dhe i Përmetit, një monografi e autorit Gëzim Voda kushtuar figurës së studiuesit, historianit dhe publicistit të njohur nga Dëshnica, Nuri Dragoj. Aktiviteti mblodhi personalitetet të kulturës, studiues, përfaqësues të pushtetit vendor, duke kthyer këtë promovim në një ngjarje me vlera për jetën kulturore të qytetit. Autori i monografisë Gëzim Voda në fjalën e tij vlerësoi kontributin e jashtëzakonshëm të Nuri Dragoj në fushën e historisë dhe publicistikës, duke theksuar se veprat e tij përbëjnë një pasuri të çmuar për trashëgimin kulturore dhe studimore shqiptare. Indicjen për këtë punim timin monografik për Nuri Dragojin, e kam marrë nga vetë ekzistenca e tij, nga qenia e tij, si një historian, një publicist, një krijues modest, po me këm tokë, që ka punuar pa e vënë detyrim kush, po duke thirrur bota e brendshme e tij, ndërgjegjja e tij, i përmosur tamam me një detari shembullore. Dhe unë jam një ndër shokët e tij, bashkëudhëtues të tij në 20 vitet e fundit. Kemi qenë pjesë e shoqatës Dëshnica, kemi krijuar bashkërisht me të edhe me të tjerë. Dhe ai përveç se ishte nënkryetari i shoqatës dhe kryeredaktori i gazetës Dëshnica, e cila vazhdon edhe sot botohet, ashtu me probleme po votohet, kishte një përkushtim të jashtëzakonshëm dhe dashuri shumë të madhe për vendindjen e tij, për Krahinën, Dëshnicën dhe për Përmetin. 3 librat e tij të parat i kanë Dëshnica dhe Dëshnicarët, veç 2 monografive po për Dëshnicarët, dhe pastaj pjesa tjetër ishte edhe në shkallë kombëtare edhe për Përmetin. Po e them këtu me që është rasti, janë 26 vëllime botime të tij të bëra në një periudhë 16 vjeç, 17 vjet gjithsej.
Ky është motivi, më thënë drejtë që cili do mund ta motivonte për të shkuar për të. Më të veçantat për Nurin, më them, është sfida. Sfidat që ka përballuar ai në jetë që nga rinia, po them e hershme e tij e deri vonë. Sfida e parë e tij ka qenë çështja e mbarimit të shkollës mesme dhe nuk i dhënë drejt studimi. Mbaruaj me rezultate mjaft të larta dhe gjetën pretekst sepse jati i ishte i internuar në nazistët gjerman dhe mbasi u lurua mbas një vit e gjysmë qendeja u paragjykua. Domethënë se mos kush e di, ai dalja gjalla kampe naziste ndofta kush e di mos e kush e me shërbime. Dhe kjo ishte paragjykuar ndërkohë që ai kishte motën ishte pjesë partisë punës që la vjen. Dhe kjo një sfidë personale e tij, të cilën ai ka përcjellur me këmbgulje, me luftë e arriti të marrë arsimin e lartë. Sfida e dytë e tij ishte me vetveten profesionalisht, sepse ai mbaroi studimet për mjek veteriner dhe ju përkushtua gazetarisë, ju përkushtua publicistikës në mënyrë vullnetare. Dhe kjo pjesë e vullnetarizmit të tij e bëri atë që të njihet e të vlerësohet sepse ai i shërbente dhe gazetarisë si profesionist pastaj më mbrapa. Pjesa tjetër ishte sfida e tij ishte me kohën. Sfida e tij me kohën ishte sepse ai në gjatë kohës që ju përfshi monografive, jetëshkrimeve për figura të rëndësishme siç është Kasan Tërbeshina, siç është Mentor Përmeti, siç është Xhevari Spahiu, siç është Etem Qerimi, që janë personalitetet të kulturës, të shkencës e tjera. Ai pikërisht gjeti momentin që ju përkushtua edhe çështje me karakter kombëtar. Ndërkohë, gjatë aktivitetit u theksua se rrallëherë ndodh që një figurë të ketë marrë kaq shumë vëmendje nga krimtaria studimore dhe letrare, sa doktor Nuri Dragoj. Është kënaqësi të jem mes jush në një moment të respekti dhe vlerësimi për një figurë që ka dhënë kaq shumë kësaj treve dhe gjithë përmetit, zotit doktor Nuri Dragoj. Ky libër që promovohet sot sjell jetën dhe veprimtarinë e Nuri Dragoj, një pasqyrë punës e përkushtimit dhe e vlerave që ai ka lënë pas. Ai jep dritë mbi kontributin e tij dhe mbi rrugëtimin që ka ndërtuar me përkushtim në komunitetin e vet. Nëpërmjet ne kemi fatin të kemi njerëz që nuk kanë bërë zhurmë, por kanë lënë gjurmë. Dhe Nuri Dragoj është pikërisht një prej tyre. Sot përmes këtij promovimi, ne kujtojmë shembullin që duhet t'ua tregojmë brezave që vinë, që të kuptojnë se vlerat e vërteta ndërtohen me punë, me dije dhe me përkushtim. Kur flasim për Nuri Dragoj, respektojmë jo vetëm atë si studiues, publicist, jetëshkrues e njeri, të cilat shprehen në këtë botim për të cilin jemi sot së bashku, por nxisim dhe japim mesazhe respekti për cilindo që përkushtohet për vendlindjen dhe kombin shqiptar, historinë dhe vlerat e çdo elementi të traditës e të adetarisë. Sikurse mësohet nga ky botim, Nuri Dragoj përfaqësoi tipin e njeriut vullnetmadh për të shkruar histori të mirëfillt, të qytetarit të përkushtuar për të nxjerrë në pa vetëm vlera pozitive, të studiosit të paanshëm e të ftohtë në gjykim rreth të vërtetave lokale e kombëtare. Në këtë aktivitet, Këshilli i Qarkut Gjirokastër nderoi 4 emra të njohur për kontributin e tyre në shoqëri: Sabri Lumani, i vlerësuar si një adetar antifashist, si dhe Tomor Çaushi, Skënder Hyseni dhe Anila Rexhepi, të cilët u vlerësuan për kontributin e spikatur në fushën e arsimit. Ju falenderoj shumë, sidomos zotin Gëzim, që ka hullumtuar dhe nxori në pa figurën e babait tim, Këshillin e Qarkut, si dhe shoqatën Dëshnica. Një falenderim të veçantë takon Këshillit Qarkut Gjirokastër, shoqatës adetare Dëshnica, për vlerësimin që i ka bërë babait tim në fushën e mësimdhënies. Faleminderit për xhaxhanin tim për certifikatën minjues për Këshillin e Qarkut Gjirokastër dhe shoqatën Dëshnica adetare. Përgëzime mësuesve që u nderuan edhe zotit Sabri për kontributin e tij. E kam detyrë si mësues i vjetër të përgëzoj edhe paraardhësit e mi. Promovimi kësaj monografie vjen si një tjetër dëshmi e rëndësishme ruajtjes dhe promovimit të figurave që kanë lënë gjurmë në historinë dhe kulturën shqiptare.
Ekipi përfaqësues i vajzave fituese të shkollave nëntëvjeçare të Bashkisë Gjirokastër është kualifikuar në finalen e turneut Elka Replay Cup, aktiviteti organizuar nga Federata Shqiptare e Futbollit dhe shoqatat rajonale të futbollit. Vajzat gjirokastrite treguan lojë të shkëlqyer dhe arritën të fitonin ndaj ekipit të Korçës me rezultatin 2-0, duke siguruar kështu vendi në fazën finale të kompeticionit. Finalja do të zhvillohet në Tiranë më 8 maj, ku skuadra gjirokastrite do të përballet me ekipin e një shkolle nga kryeqyteti. Ky sukses vjen si rezultati punës së vazhdueshme të nxënësve dhe mësuesve, si dhe mbështetje së strukturave sportive lokale. Pjesëmarrja në finale konsiderohet një arritje e rëndësishme për sportin shkollor në Gjirokastër, ndërsa vajzat synojnë të sjellin në qytet trofeun e kupës. Luaj futboll sepse është ëndra ime që kam qenë e vogël, është nga sportet më të mira që besoj edhe tani po presim të ikim në finale dhe të fitojmë kupën. Edhe do të shihemi në Tiranë për finalen. Të nderuar shikues, ishit në minutat e ditarit informativ. Ju faleminderit për vëmendjen, shikim të këndshëm të programeve në vazhdim. Bashkë miru takofshim.